Gjatë ditës së djeshme janë zhvilluar 5 ndeshje të Gjiros së dytë të sezonit vjeshtor në ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve. Edhe në këto Gjiro ekipet favorite nuk lejuan befasi, përkundrazi regjistruan fitore të sigurta. Liria e Zherovianit në përballjen me kampionin në fuqi, ekipin e Strumicës, u munduaj që të bënte ballë, por nuk ja arriti, duke e pësuar me rezultatin 0-3 në sete, 22-25, 23-25 dhe 16-25. Fitoren e parë sezonale sonte e regjistroi Shkëndija e Tetovës në përballjen me ekipin Vesna Probishtip me rezultatin maksimal 3-0 në sete 25-21, 25-13 dhe 28-26. Në Gjiron e dytë takohen Liria Strumica 0-3, Shkëndija Vesna Probishtip 3-0, Skopje UGD Shtipi 0-3, Rabotnički Boreci 3-0, Makedonia Gjio Susheva 0-3. Ndeshja Jan Tavolei, Universiteti i Tetovës, luhet të martën më 4 nëntor.